Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në emisionin ton të radhës Okult Ezoterizëm. Sot ne do të flasim në një formë bashkëbisedimi duke kaluar një periudhë ku unë e kam bërë traditë tashmë për të rritur ndërveprimin midis meje, emisionit dhe juve që na ndiqni, ku do të kthej përgjigje në të gjitha komentet e këtyre videove të fundit që janë publikuar në channelin ton Okult në YouTube, ku ju keni shprehur mendimin tuaj dhe unë kam dëshirë që ti lexoj mendimet e juaja, ti komentoj ato, t'ju përgjigje dhe pse jo të mësoj prej tyre. Mos harroni të ndiqni faqen ton Okult Ezoterizëm në channelin ton në YouTube, bëjni subscribe ose abonohuni aty dhe mos harroni të më ndiqni mua në faqen time Ezoterizëm në Instagram. Është e vetmja faqe që unë posedoj, aty shpërndaj shprehje të ndryshme, mendime, një grup falas ku unë edh zakonisht informacione të ndryshme në fushën ezoterike, shpërndaj pjesë nga librat që unë lexoj dhe informacione të cilat janë shumë të thella në filozofi dhe në psikologji. Mirë pa unë burkohën do të filloj, do t'i lexoj komentet në të gjitha këto episodet që unë kam zhvilluar dhe po e nis me emisionin e Ankthit, një portë të drejtësimit shpirtëror, ku janë bërë komente të ndryshme dhe do filloj t'i lexoj ato me radhë. Atëre, kryesisht do lexoj vetëm komente të cilat janë për përgjigje dhe i vlerësoj ato. Selena F06, bravo, faleminderit Selena, të vlerësoj shumë edhe për ndjekjet që ti bën her pas here dhe komentet e ndryshme. Kemi një account tjetër me emrin Buqe Blaca 6188. Nuk është as pak e lehtë, as pak të shërohet ankthi as depresioni. Së pari të falenderoj për komentin dhe që po ndan mendimin tënd, është një gjë shumë e mirë që ne t'i ndajmë mendimet tona, sepse duke sjell më shumë mendime ne mund të marrim më shumë gjëra në kokën tonë. Pra ashtu si unë kisha disa informacione dhe i ndava këtu me ju, ashtu dhe ti po ndan një koment dhe tashmë të dy po ikime nga dy gjëra në kokën tonë. Si ti pikpamjen time, ashtu dhe unë pikpamjen tënde, po me sa shoh pikpamja jote është pak e thellë dhe e ndrydhur. Unë nuk e njoh mirë fazën se ti ku je apo si ndodhesh apo çfarë problematika shke, por do të rekomandoja që ti ishe më hapur në koment për të dhënë edhe unë një mendim më të saktë mbi atë që ti pretendon. Nuk është as pak e lehtë, kjo është shumë e vërtet, nuk e vë në dyshim këtë, por më besoj që nuk është e pamundur, çdo gjë që vjen në jetën tënde i bie që është e mundur, përderisa ajo ka ardhur. Dhe është e mundur që edhe ajo të largohet ashtu si ka ardhur. Nëse mendon për këto dy gjëra, do ta kesh përgjigjen brenda vetes. Lucia Q7Y6I. Oç si unë, marrje mëndsh e të gjitha, si thua, ti qofsh i bekuar nga Zoti, na mëson shumë fjalët, janë pak. Të falenderoj për të gjithë komentin tënd, shoh që ke bërë dhe disa komente të tjera, unë bëja analizat dhe më dilte çdo gjë mirë, pastaj fillova video në YouTube dhe frekuenca, praktikave, minjoje dhe pothuajse vegetarian dhe hoqa
dorë nga ëmbëlsira, pije e tjera si kam përdorur fare rallë dhe sot I vej re ndryshim. Këtë se marrë veç çfarë ka shkruar këtu, përqafoj pemët. I përqafoj pemët. Lusja, kjo që ti ke bërë është shumë gjë e mirë për veten tënde, të përgëzoj për arritjet e tua që ti ke bërë me veten tënde, është një progres që ne zakonisht kjo është sfida më e madhe që njeriu ka atë me veten. Të përqafosh pemën është një gjë shumë e mirë, por është një nga ndjenjat më të bukura teksa lidhesh me natyrën. Natyra ka një frekuencë prej 8.75 Hz, që është frekuenca e harmonisë, ku ne dim se jashtë realitetit ton subjektiv, e gjitha që ne perceptojmë është vetëm një energji, dhe të gjitha këto gjërat që ne shikojmë janë vetëm energji e presarur, të cilat kanë marrë forma dhe funksione të ndryshme për një dimension të njohur ndryshe si dimensioni I tretë. Atë që unë dua të them është se ti ke bërë një ndryshim të madh duke kuptuar këtu nivelet e trupave tanë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë për ty në radhë të parë, por edhe për ata që lexojnë komentin tanë, për arsye se duke komentuar më shumë nga eksperiencat tona, ne bëjmë të mundur që të kemi më mirë qasjet tona mbi botën dhe mbi gjërat që ndonjëherë mendojmë se janë të pamundura për të zgjidhur. Johnny Black 85. Kështu e kam kaluar dhe unë një farë kohe. Marrje mendsh, dridhje duarsh, një frikë e pashpjegueshme për asnjë arsye. 1-2 herë kam vajt edhe në spital se më dukej sikur do të më bindet fikt, po doktori thoshte se s'kisha asgjë. Pasi ndryshova mënyrën e jetesës, gjumë mjaftueshëm natën, ushqimi I mirë dhe me orar të rregullt, pa alkool dhe cigare, fillova të bëja pak stërvitje ose vrap dhe avash avash pas 1 muaji fillova të shikoja përmirësime. Pas 3 muajsh simptomat filluan të largoheshin, po pas 6 muajsh ndihesha tamam mirë. Kjo është e vërtet mënyra kaotike e të jetuarit shkakton shumë probleme. Johnny, të falenderoj shumë për komentin, ishte një koment I bukur, I pastër, pa gabime, sakt, një mendje shëndosh, mban gjithmonë mendime të shëndosha në kokë dhe të shëndetshme, sigurisht për faktin se unë e përmenda të shëndosh jo në kontekstin e gabuar, por në kontekstin e mirë të shëndetshëm doja të thoja më sakt. Dhe kjo është një nga gjërat shumë më të mira që ti ke bërë, pra e gjitha është tek mënyra se si ne shpërdorojmë energjinë tonë, është tek koha. Ne të gjithë kemi 24 orë kohë, por varet çfarë bëjmë në këtë minutazh që ne na jepet brenda këtij cikli kohe. Dhe gjërat që ti ke bërë, heqjen e alkoolit, cigaret janë gjërat më të mira që ti ke hequr nga vetja jote, duke filluar që nga ana ekonomike, që ato janë të dëmshme, në anën ekonomisë tënde personale, por duke u futur edhe te shëndeti, te trupi dhe trupat e tjerë më lartë. Kohët e fundit kam filluar të kuptoj që shpeshherë I ze ankthi njerëzit që kanë shumë hapësirë kohe të mendojnë dhe të reflektojnë mbi mendimet ose mbi idiotësitë e tyre, sepse duke menduar shpesh dhe pa pikë orientimi se çfarë po mendojmë, se ne aktualisht mund të kemi 60.000 mendime në kokë, vetëm 5.000 pak ose 6.000 mendime ne kemi të mundur t'i kontrollojmë, pjesën tjetër na kalon në nënvetëdije apo subkonsciencë, dhe kjo është ajo gjë që ne na dëmton. Ne kemi shumë kohë të mendojmë dhe ndërkohë që duhet kishim atë kohë për të vepruar dhe pak për të menduar, sepse gjërat që ne mendojmë pa veprim janë vetëm gjëra që mbeten në kokën tonë dhe në fund askush nuk do të kujtojë për gjërat apo mendimet që ti ke në kokë, por vetëm për gjërat që ti arrin të shfaqësh në botën tënde dhe tek njerëzit përreth. Ishte një koment I bukur, shpresoj ta lexojnë të gjithë dhe të vlerësojnë për këtë. Unë po I jap një like komentit. Lucy, sa minuta meditim duhet
të jenë mjaftueshëm 10 minuta në këtë video sepse ndahet e dyta dhe e treta herë që e dëgjoj dua të mësoj përmendesh. Faleminderit Lucy. Meditimi fillon dal nga dal. Aktualisht unë meditoj 10 deri në 15 minuta çdo ditë, duke e rritur këtë minutash me kalimin e viteve. Unë kam aktualisht mbi 5 vite që po shkoj drejt meditimit dhe kam arritur në një 15 minutë, 12 minuta, 13 minuta. Varet, e bëj me alternim këtë pjesë, por jo se e kam fikse minutazhin, për arsye se unë meditoj në bazë të ndjesisë që jam brenda vetes time, duke u përqendruar dhe duke ka raste mund të meditoj edhe 25 minuta, unë nuk e kam problem të meditoj edhe 50 minuta, por e përgjithshme është 15, 12, 13 çdo ditë kjo, që nga ana deri në të diel. Dhe raste të tjera kur mëngjeset unë i kam shumë të zëna, më duhet ta shty për në mbrëmje. Zakonisht në mbrëmje është akoma më mirë se meditimi bëhet në errësirë për të parë dritën brenda vetes, por nëse ti nuk e ke mundësinë, edhe në mëngjes është fantastike, pasi je zgjuar dhe ke bërë të gjitha procedurat që ty të duhet të bësh të një rutine të mëngjesi. Mos harro që të bësh dhe meditimin, por edhe të kalosh pak kohë me veten tënde, si në mëngjes ashtu edhe para gjumit. Anita Demiraj, ankthi dhe depresioni janë plagë e madhe për të gjithë njerëzimin, për shoqërinë tonë, për çdo familje të cilat janë prekur nga këto sëmundje e shekullit, mund t'i quaj kështu. Ke shumë të drejtë, mendoj se shërimi këtyre sëmundjeve ndodhet brenda mendjes tonë, prap ke shumë të drejtë, duke menduar pozitivisht dhe duke larguar negativitetin. Kjo është me mëdyshje, se unë nuk jam plotësisht dakord duke menduar vetëm pozitivisht, duke patur besim brenda zemrës tonë. Kjo është më së drejtë dhe te krijuesi i universit. Brenda nesh ekziston një fuqi e pashpjegueshme, e cila na i largon këto, duke na mbushur me pozitivitet dhe mbrojtur mendjen tonë të ta kemi të shëndetshme. Pra, ne kemi fuqi brenda nesh të zhdukim nga mendja tonë këto sëmundje dhe t'i zvendësoj me pozitivitet dhe jeta. Është më e lehtë për t'jetuar. Anita është një person shumë i afërt për mua, unë e përshëndes, më ndjek shpesh, përqafime të dërgoj nga larg. Ke bërë një koment shumë të bukur, një nga komentet më të mira që unë kam lexuar, me një përgjigje që vërtet është për t'u vlerësuar. Arsyeja pse unë nuk jam dakord vetëm të menduarit vetëm pozitivisht është sepse nëse ne mendojmë vetëm pozitivisht, ne nuk do të rritemi dhe nuk do të bëjmë progres. Njeriu i ngjason një anije që sado të përpiqemi ne të qëndrojmë sigurt në breg, ne nuk jemi bërë për të qëndruar sigurt në një vend, por jemi bërë që të evolojmë me veten tonë dhe vetëm duke provuar jetën, duke provuar sfidat e jetës, ne mund të forcohemi. Pra, është një shprehje që e thot i madhi Jung, nëse një pemë i shpije degët ose i ngjit degët drejt parajsës, rënjët duhet i ketë futur në ferr. Është çdo gjë e balancuar, duhet të njohësh pjesën poshtë që të ngjitesh lart. Dhe të dyja të duhen. Saimir Ahmetaj, tema shumë e bukur, mënyra se si e zhvillova akoma më e bukur dhe shumë e përmbledhur. Saimir, të përshëndes, Saimiri më ndjek gjithmonë, që mos të t'i kujtoj një njeri nga kjo video ose nuk do ose duhet jetë shumë egoist. Tani ç'të të them, të përgëzoj, të uroj paqe, forcë, mirësi dhe sukses. O njeri, ti je ai që e sëmur veten, por mos harro brenda teje është ilaçi. Ke shumë të drejtë, i ke thënë të gjitha në koment, nuk po i shtoj asnjë koment, nuk po i heq asnjë pikë. Denisi, të kuptoj. Faleminderit Denis, dhe Denisin e përshëndes, më ndjek gjithmonë. Right Path Seeker 2868, të lumt o djalë, e ke qëndisur. Shumë prej nesh e mendojmë veten vetëm si të vetëm. Por në të vërtet ne jemi më shumë se një.
pse shohim vetëm lëkurën tonë, sytë tanë, flokët, thonjtë dhe dhembët, kjo nuk do të thotë që jemi vetëm aq. Gjithkush mund të provojë të vejë dorën në anën e zemrës e të ndjejë rajet e saj, le ta provoj ti kontrolloj. A mundet vallë? Ja pra, ku është një thirrje e madhe drejt kujdo prej nesh që brendësia jonë na bën duke na dërguar dhe alarme më të forta për trajtimin e gabuar që ne i bëjmë urës fizikut që na ndihmon të hyjmë drejt brendësisë tonë. Unë nuk ta di emrin, të falenderoj shumë për komentin, e vlerësoj komentin tënd, fjalët që ti më vlerëson mua, për mua është një ndjenjë e mirë, me koshiencë them këtë, duke e ditur që edhe nëse do të më shanje prapë për mua është një ndjenjë e mirë, për të vetëm në arsye sepse ne lumturojmë dhe shajmë vetëm kur ne vibrojmë në të njëjtat frekuenca ose në të njëjtën frekuencë, po me anë të kundërt, dhe kjo është më së kuptueshme për mua, nuk është problemi tek unë, problemi do të ishte nëse ti do të jepi një koment jo pozitiv për pjesën që do ta lexonte. Megjithatë, një nga këto komente që ti ke thënë mbetet vërtet i mirë, sepse vërtet rruga e fizikut është rruga drejt botës tonë të brendshme dhe ne duhet të studiojmë të dukshmen për të kuptuar të padukshmen. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë për të kuptuar ankthin. Thelbi ka rëndësi, Rej Kristi, faleminderit. Elton Metaj 92-91 respekte, info me shumë vlerë. Ju falenderoj shumë të gjithëve, këto ishin komentet për këtë episod, do të kalojmë në episodet e tjera. Ju falenderoj, nuk kam fjalë, i keni thënë të gjitha ju, unë thjesht lexova dhe ndihem sa më mirë me komentet pozitive që kemi dhe që po rritemi çdo ditë më shumë, dhe ky është qëllimi në fund, që ne t'i japim kontributin më të madh, jo vetëm këtij podcasti, por edhe shqiptarisë, edhe Shqipërisë, sepse vërtet në Shqipëri ka çdo në 2 faqe në Instagram, një të del për motivim, një të del për shitje dhe një tjetër do të dalë se si ti të bëhesh i lumtur. Pjesa tjetër është që shumë pak njerëz pa e përdorur fare marketingun dhe të qëndrojnë ata që janë vërtet pa maskë dhe doreza, janë pak dhe pjesa ezoterike është shumë e mbyllur, shumë pak e njohin ezoterizmin në Shqipëri, dhe kjo është një nga ato gjëra që ndikon edhe në psikologjinë tonë, që ne nuk evolojmë dhe për çdo gjë që ne na ndodh në jetën tonë pa o bërë përpjekjen tonë minimale, ose të lexojmë ose të kërkojmë për veten tonë, ne e kemi zgjidhjen tek psikologu, tek doktori, tek psikiatri, ose fundit fare nuk lexojmë dhe mbyllemi brenda vetes me idenë që do ta zgjidhim. Këto janë gabimet që ne bëjmë. Ne nuk lexojmë dhe kjo po e vret shumë njeriu që do të vijë, po e bën ignorant. Mirë, kalojmë te episodi tjetër ku unë flas për Akashën, dimensionin e njohurisë dhe ndërlidhja e universit. Do të lexoj komentet. Lucia Minjoje për çdo gjë që na mëson, të falenderoj Lucia. Unë nuk po të mësoj, unë thjesht kam qëllimet e mia që t'i shërbej komunitetit dhe të ndaj atë që unë kam mësuar prej kaq shumë kohësh dhe vazhdoj të mësoj për veten time. Ti e quan mësim, dikush tjetër e quan ndim, dikush tjetër e quan ignorancë, varet si e konceptojnë njerëzit, por qëllimi im është të shërbej me dijet që unë kam mësuar dhe të sjell sa më shumë mundësi lehtësimi në anën psikike, fizike, emocionale të jetës tonë.
Mirë, kalojmë te komentet e tjera. Valbona Kajo 4470. Emision Mahnitës e ndjek me shumë kureshtje, ju lutem të më të shpeshta dhe më të gjata episodet, urime dhe suksese pafund. Valbona Kajo, të përshëndes, shumë faleminderit për fjalët e ngrohta dhe të mira që ti më ke shkruar. Unë përpiqem gjatë gjithë kohës ta sjell atë tek ju, por jo dhe në atë formën aq shumë të përsëritur, sepse çdo gjë e përsëritur nuk e merr vlerën që do, dhe çdo gjë që vjen shumë pak e fto marrëdhënien midis meje dhe jush, por përpiqem të sjell atë sa mundem me kohën që un kam në dispozicion dhe me informacionet që un marr, për arsye se mua më duhet të studioj, më duhet ato që unë ndaj këtu, më duhet të mësoj edhe për veten time, sepse është një rrugë e ndërsjellët midis jush, midis meje, midis këtij podcasti dhe midis faqeve në Instagram, channelit në YouTube. Është një proces mix i cili kërkon kohë, mund dhe mësim, studim që të nxjerrësh diçka më të mirë këtu. Unë ju kuptoj që ju ndjeni mirë teksa dëgjoni këto fjalët dhe më bëhet vërtet qefi të ftoj të vish në të gjitha rrugtimet që unë vazhdoj të jap këtu, por e fundit fare që ti ta kuptosh thelbin e kësaj është të futesh vetë. Ti duhet të kërkosh për gjërat që ty të lindin në kokë dhe jo vetëm të dëgjosh të tjerët, sepse atë që kupton ti nuk do ta kuptoj dikush tjetër. Ne të dy mund ta shohim këtë podcast, por jo të dy do të kuptojmë të njëjtat gjëra. Ne të dy mund të lexojmë një libër, të njëjtin libër, por jo të dy do të marrim të njëjtin përmbledhje ose përmbajtje të atij informacioni. Pra jemi unik. Ti je unike, unë jam unik, gjithë secili nga ne është unik. Dhe të ftoj të eksplorosh më shumë për botën ezoterike. Sajmiri, shumë e bukur tema si gjithmonë të përgëzojure, të uroj suksese, forcë, paqe, presim emisione. Sajmir, të përshëndes, të uroj të mira dhe faleminderit për të gjithë durimin që ke treguar dhe komentet pozitive, dhe më shumë të falenderoj për kohën tënde që ti shpenzon kohë që i dëgjon videot e mia dhe më komenton. Është një gjë shumë e bukur kur unë marr këtë ndjenjë pozitive nga koha juaj. Koha është flori dhe është një nga gjërat më të shtrenjta që njeriu jep këtu, edhe pse në të vërtetë ajo nuk ekziston, por për mendimin kolektiv është e konceptueshme dhe unë më duhet ta them her pas here. Denisi, respekte, bravo. Kisha dëgjuar pakës për Akashën, por mendoja se ishte libër. Jo, Denis, nuk është libër. Megjithatë, ju falenderoj shumë për komentet, shumica janë pozitiv. Deri tani nuk kam masur një koment negativ. Kjo është një gjë e mirë sepse më kujton një nga fjalët më popullore të Machiavellit, të princit, kur thot një princ i mirë është ai që e do populli dhe jo ai që e do ushtria e tij. Pra, kjo është një nga gjërat që unë përdor brenda vetes time. Mua më intereson më shumë të kem anën tuaj pozitive, që ju të më kuptoni në ato gjërat që them. Kjo ka më shumë vlerë se sa të më kini të më shihni me uretje apo të mos më shihni fare, dhe ka një ndryshim midis kësaj, të duan, të përkrajnë, të shohin, ata pak që të shohin, dhe të urejnë dhe të shohin shumë. Nuk më pëlqen kjo. Mirë, po vazhdojmë prap te episodi tjetër, i cili është gjeometria e shenjtë, spiralja dhe li, format e krijimit universal. Këtu kemi komente të cilat unë do t'i lexoj sërish. Denisi më jep duar trokitje, të falenderoj Denis. Kemi një koment tjetër, Neritan Barka 8507. Çdo gjë i nënshtrohet Zotit, krijuesit. Ke shumë të drejtë. Atij i nënshtrohet.
Muhamet Nika 6743. Muhameti ka zbërthyer nëpërmjet gjuhës shqipe disa fjalë, për shembull energji, e plus ner plus gji. Bosht do të thot bosht, jo vijat, li po vijat, le gegërisht, lind, okult, o ku ulet, shqip, aty ku diçka ulet pasi i rrie ulur nuk shihet, pra kult. Shiko, unë nuk merrem me pjesën e gjuhës, ndoshta ke të drejtë në zbërthimin e tyre. Më ke dhënë dhe disa komente të tjera brenda disa fjalë të tjera. Ungjill, unë plus ngjall, pra shqipja si gjuhë ezoterike tregon se nuk ka vdekje si energji. Mënyra se si ti e trajton në bazë të gjuhës është interesante, por unë nuk e studioj gjuhën në këtë lloj forme, sepse nuk besoj vetë personalisht që ne të jemi vetëm ne duke i dhënë kuptim gjithçkaje. Nuk e di sa e ke parë ti këtë në pjesën e Shqipërisë, ka ndalë të gjithë po bëjnë libra për këtë pjesën e fushës së gjuhës, gjuha shqipe kështu, gjuha shqipe ashtu. Unë jam shqiptar, unë e dua vendin tim. E dua gjuhën time, nuk e kundërshtoj, nuk e shaj, por nuk kam se t'i shaj gjuhët e tjera dhe nuk kam se t'ja ve të gjitha vlerat gjuhës shqipe, sepse nëse do t'ja vinin vlerat vetëm gjuhës shqipe, i bie që gjuhët e tjera janë kot. Çdo gjë unë besoj që ka vlerën e saj, ne kemi vlerat tona, as se diskutoj këtë, por mënyra se si ka filluar kjo metodologjia që po i shpërndajnë fjalët, kanë nxjerrë ca të tjerë tani që ca libra random që unë po i shoh, janë ca njerëz që nuk i kam dëgjuar ndonjëherë, ose nuk i kam parë ndonjë rast në për libra historika, thjesht i japin ca argumente të kësaj natyre, të cilat ka filluar dhe bota po na bën humor me këtë, ose po bën shaka, ose po na tall, nuk e di. Unë nuk e njoh shumë këtë gjuhë, këtë fushë dhe nuk jam në këtë fushë, por shpjegimet që ti më ke dhënë janë interesante, por mbi të gjitha unë nuk e përkrah shumë këtë pjesë, sepse ne në këtë lloj forme po rritim një vlerë që ndoshta dhe nuk e kemi në thelb. Domethënë na bën dëm ta kuptojmë në këtë lloj forme të gjithë filozofinë e ezoterizmit dhe jetës. Kryesisht flas për ezoterizmin me pikpamje ezoterike, nuk kam asgjë personale me juve, por mënyrën se si po e sjellin shqiptarët këtë po bën një vlerë fallco të shtuar për Shqipërinë dhe kjo po na ul pik, mendoj unë. Gjithsesi, si koment është i bukur, të vlerësoj dhe të falenderoj shumë. Sajmiri, përshëndetje si gjithmonë, temat janë shumë të bukura dhe vërtet interesante. Me fjalët që e mbyll emisionin ishte qershia mbi tort. Tu uroj shëndet, mirësi dhe paqe në këtë muaj të shenjtë, paqe për të gjithë, edhe për ty, edhe shumë faleminderit për komentin. Buqe, Balca, respekt, faleminderit. Margherita Lahti 2558. Gjithçka e kriju nga i madhi Zot. Zoti a drita, rruga jeta, lum kushecën në rrugën e tij. Me zor ta lexova komentin, shumë i bukur si koment, ashtu është lum kushecën në rrugën e Zotit. Indrit Leku 5229. Paqe vlla, nëse mendon se universi ka kriju një formul A dhe B baras 1.618, je rand. Tu fillu nga spiralja e galaktikës e deri në petalet e borës. Bora nuk ka petale, ka kristale, janë lulet me petale, nese, nuk ka problem. Raporti i pjesëve të trupit të njeriut dhe petalet e luleve, çdo gjë
është kriju në ky raport vetëm me një formul kaq e thjesht, shiko çka ka kriju Zoti. Mos ki marr me pranu Zotit universi jo vlla, Zoti. Hiqe pendën nga sytë dhe shif gjërat ashtu si janë. Indrit të përshëndes për komentin, është një koment reflektues nga ana jote, të përshëndes për këtë. Më ndihmon që dhe unë pas here të kem reflektime me vete nga komentet të kësaj natyre dhe unë i mirëpres këto, janë vërtet shumë të mira dhe të domosdoshme në biseda të tilla që të bëjnë të reflektosh, të mendosh. Më pëlqen fjala që më thua në fund, hiqe pendën nga sytë dhe shifi gjërat ashtu si janë, por më vjen keq, por unë nuk e di se si janë gjërat. Unë jam vetëm duke kuptuar gjërat nga pikpamja ime, nuk e di nga pikpamja jote si janë, ndoshta dhe unë kur të rritem aq shumë sa ty në mendime, ndoshta do ta kuptoj se si janë, ta shohësh botën me sytë tant ose me sytë tënd dhe të kuptosh atë që ti kupton. Ndoshta dhe unë do ta arri këtë, ndoshta nuk do ta arri kur, ndoshta do ta kaloj dhe nuk e kam kuptuar fare, por megjithatë është një koment për të dhënë reflektim për të gjithë dhe kjo mua më pëlqen dhe më bën të reflektoj dhe unë. Gjithsesi realitetet janë subjektive dhe kur ato janë subjektive ne këtu ndoshta nuk takohemi në mendime, por megjithatë unë të falenderoj. Të përshëndes. Denisi, bravo, faleminderit Denis. Lindita Rapçe. Sa mësime të gabuara kemi marrë gjatë jetës, më mirë të mos dish asgjë se sa të marrësh informacionin e gabuar ku kemi regjistruar në subkonsciencën tonë. Faleminderit për ndihmën që na jepni për t'i larguar informacionet e gabuara dhe të zvendësojmë atë me të vërtetën hyjnore dhe absolute të krijuar nga Supremi, mi lart, Zoti i Madhërisht. Natyra njerëzore, Lindita, e ka shumë të nevojshme të besoj diku. Qoftë ajo një fuqi supreme, qoftë Zoti i Madhërisëm, por e ka të nevojshme të besoj në diçka më të madhe se sa vetja e tij, për të vetmen arsye. Ditën që do të jetë keq dhe nuk do të di ku të dalë, do t'i dorëzohet kësaj fuqie kaq të madhe që e ka krijuar brenda vetes së tij. Për aq kohë sa ne kemi krijuar brenda vetes tonë si arketip ose besim, ne jemi të lidhur me të dhe ajo ekziston. Një koment shumë i mirë, të mësosh gjëra të gabuara është prap një gjë e mirë sepse pastaj mësojnë që i ke mësuar të gabuara dhe fillon të kërkosh gjërat e mira. Nëse nuk do ishin të gabuarat, nuk do të mësoje kur të mirat. Dhe unë jap informacione të cilat i kam mësuar dhe nuk ve këtu dorën në zjarr për të thënë se janë 100% të vërtetat apo ato që ne duhet të ndjekim. Kjo është pikpamja ime, e ripërsërit, është mënyra se si unë e shoh botën nga 5 shqisat e mia. Por jo e vërteta absolute. E vërteta absolute është përtej shqisave tona, më beso për këtë. Ne shohim shumë pak, kuptojmë shumë pak dhe teksa po të flas tani po më vinte në mendje një nga letrat e Nietzsches kur kaloi në një fazë psikoze ku ai u demoralizua shumë nga ana mentale dhe u shtrua në psikiatri teksa i shkruante një letër mikut të tij, i thotë se unë tashmë jam bërë budalla dhe më desh 100 vite të mësoja që nuk di asgjë dhe kjo është mençuri. Pra, e gjitha kjo që ne dim është asgjë. Është shumë pak, ndoshta një grimcë në univers. Gjithsesi të falenderoj shumë për informacionin. Right Path, sërish me një koment pak më të gjatë, do ta lexoj sepse është vërtet domethënës, më pëlqeu dhe komenti jot i parë natë. Përshëndetje, duke respektuar informacionin që shpërndave me ne, më lejo të them edhe diçka si mu duk mua. Pjesa në të cilën the për shembullin me çarçafin dhe një top të vogël apo portokall, duke lëshuar në të intelektit tim ju duk ca kontraversen në lidhje me çfarë the më herët. Të njëjtën shembull e kam parë të aplikohet
nga një përfaqësues i NASA-s, duke shpjeguar gravitetin dhe funksionin e tij mbi sistemin diellor. Më vjen keq, por intelekti im e sheh si një shembull të spirales së dështuar atë. Sa i takon sistemit tonë diellor, e vërteta është krejt ndryshe. Pyete Alfred Cakon, nëse don. Patjetër. Sa i takon spirales dhe zhvillimit ton prej saj, ne aq sa di bindem për ekzistencën dhe rolin e saj, sikurse në një sustëj që po ta bësh të lëvizë në ndonjë sipërfaqe ka argument në të. Të paktën unë kështu e njoh me intelektin tim të vogël. Në lidhje me pyetjet si u krijuam, pse u krijuam, pse u krijuam, mendoj se e para i takon pjesës së ngopjes, së mendjes me përgjigje, por që pyetja e dytë mendoj se është më e rëndësishme për çdo prej nesh, nëse kërkojmë udhën e drejtë, pse u krijuam domethënë. Të dimë pse u krijuam na ndihmon ti shërbejmë qëllimit për të cilën u krijuam. Të dimë se si u krijuam na ndihmon të shohim madhështinë e krijimit të asaj që ne nuk e kemi në dorë, por që na bën falendërues dhe të përulur për më shumë përballë krijuesit të gjithësisë, si dhe na shton bindjen dhe vullnetin për të shërbyer me ndeshmëri qëllimit për të cilin u krijuam. Faleminderit për mirëkuptimin, paqja qoftë mbi ju. Faleminderit për komentin, për sa i përket bisedës me Alfred Cakon. Alfred Cako ka besimet dhe teorinë e tij ku ai beson, unë e falenderoj shumë, është një njeri shumë i ndriçuar, madje mund të them një nga mendjet e pakta në Shqipëri që ka mbetur në këto vizione kaq të ndritura. Unë nuk jam kundra teorisë të tokës të sheshtë, por nuk jam as pro ndaj asaj teorie, gjithashtu dhe me teorinë e sferës së rumbullakët nuk jam kundra, por nuk jam as pro. Përse i thash këto? Sepse për aq kohë unë eci me një parim që unë nuk e kam mundësin ta vërtetoj, por e vetmja gjë që mua më jepet janë shkrime, dokumenta, emisione dhe jo më shumë gjëra të tjera. Për mua, duke e njohur dhe pak natyrën e mekanikës kuantike, besoj që janë të dyja brenda për aq kohë sa unë një ditë do ta faktoj ose jo. Dhe jam midis të dyjave, që kështu nuk kam çfarë përgjigje të jap, ndoshta janë të dyja, ndoshta nuk është asnjë nga ato. Më pëlqen ajo që ti mendon, më pëlqen si e shikon diellin, si e shikon mënyrën e spirales, por pjesa tjetër, përse u krijuam, është akoma një pyetje shumë e thellë, është e mirë ta dish pse u krijoa dhe të jesh falendërues dhe të thua që të jemi dhe të përulur më shumë përballë krijuesit. Të bëj një pyetje. Por nëse ti nuk do të jesh falendërues dhe përulës ndaj krijuesit, çfarë do bësh? Me fuqitë tua të dobta që ke përpara një krijuesi absolut. E po ja që jeta vërtitet të rreth ta ka qefi, do bësh çfarë thot shefi. Pra, ne duhet jemi do të përulur për një fuqie, përballë një fuqie më të madhe se sa ne, për të vetmen arsye, sepse gjithmonë do të mund. Është ajo që do të drejtoj, fuqia më e madhe do të drejtoj gjërat që janë më poshtë. Dhe ti duhet ta kuptosh natyrën e universit, jo të jesh i përulur para krijuesit apo të jesh kundërshtar me krijuesin apo ti bësh ballë krijuesit. Jo. Ti nuk e ke fuqinë ta kundërshtosh një gjë absolute dhe detyrimisht nëse do t'i revoltohesh apo do t'i dalësh kundra krijuesit, detyrimisht do shkatrohesh, sepse nuk e ke fuqinë ta përballosh forcën e asaj energjie që është nga ana tjetër, e asaj gjë të të pa imagjinueshme që mendja jote e vdekshme nuk e koncepton dot. Pra, ne do t'i përulemi duam apo s'duam krijuesit. Ne do t'i nënshtrohemi krijuesit sepse nuk e kemi fuqinë ta kundërshtojmë atë. Dhe nuk do ta kemi kur fuqinë ta kundërshtojmë atë sepse jemi të kufizuar.
Jemi qenie të kufizuar. Por çfarë bën një qenie e kufizuar? Një qenie e kufizuar është që e kupton atë energji më të madhe dhe vozit në frekuencat e duhura për të ndjerë atë fuqi më të madhe brenda vetes së tij dhe të rritet bashkë me të rrit veten. Këtë duhet të bëjë një njeri i zgjuar. Pjesa tjetër është kot. Është bosh. Nuk bën asgjë tjetër kundra një fuqi absolute. Ne themi dhe sillemi mirë me krijuesin Zotin sepse ne nuk e kemi fuqinë ta kundërshtojmë krijuesin ton. Se po ta kishim, shumë njerëz do ta bënin, më beso për te, por nuk e kanë. Dhe për aq kohë sa ne nuk e kemi fuqinë, ne do t'i bindemi një fuqie më të madhe. Kështu është natyra njerëzore. Për aq kohë sa nuk e njeh veten e saj, dhe kur ta njoh veten e saj bëhet një me ynoren, bashkangjitet asaj energjie të pamatë, sepse kupton universin. Kjo është përgjigjja ime për këtë komentin tënd, kaq të bukur. Mirënjohje pafund, Luisa, më fal. Për dijen e ndriçimit të dritës shpirtërore që na mëson dhe kur është një njeri i ndriçuar, si kuptohet kjo, sepse kjo botë ka më shumë se kur nevojë për tani e gjithmonë. Ke bërë pak gabime dritë shkrimore, erën tjetër saktësoj që të lexohen më qartë dhe unë t'i kuptoj më mirë. Një pyetje që ti më drejton është si kuptohet një njeri i ndriçuar. Zakonisht njerëzit e ndriçuar nuk janë ndryshe nga njerëzit e pandriçuar. Në aspektin fizik ata janë po të njëjtë, jetojnë po njësoj si ata, ushqejnë njësoj si ata, shkojnë në tualet njësoj si ata, riprodhohen njësoj si ata, por mënyrën se si e shohin botën nuk janë si ata. Pra, e gjitha është në realitetin tonë, subjektiv, mënyrën se si ne e perceptojmë botën. Kjo na bën të ndryshëm dhe të ndriçuar ose jo. Nëse ne duam të jemi të ndriçuar, ne duhet ta veçojmë veten nga njerëzit e përgjithshëm ose të mesëm ose të zakonshëm. Në çfarë kuptimi? Jo të ndahemi dhe të mos i flasim atyre. Absolutisht jo, ne jemi pjesë e turmës, gjithmonë do të jemi pjesë e turmës. Por në mendjen tonë nuk duhet të jemi pjesë e saj. Ne duhet ta kuptojmë se si ecën turma, ne duhet ta dimë çfarë është turma, sepse ne nuk jetojmë dot vetëm, ne na duhen njerëz, na duhet turma, na duhet kolektivi, mendimi kolektiv, por mënyra për të rritur veten tonë në subkonsciencën tonë dhe në anën intelektuale është koha kur ne qëndrojmë vetëm dhe studiojmë. Pra njerëzit e ndriçuar nuk qëndrojnë shumë me turmat, ata bashkëveprojnë me to, kalojnë kohë me veten e tyre, janë më të dashur dhe shpeshherë janë pa nerva sepse nuk kanë më inat me këtë kenë, e kuptojnë çfarë ndodh brenda vetes së tyre dhe jashtë vetes së tyre, nuk e ka fajin asgjë në këtë botë, çfarëdo gjë që ndodh është pa faj, qoftë ajo e mirë dhe e keqe, nëse ndodh diçka e keqe që ty të vjen inat sepse dikush bën diçka mbrapa krave tënde, më beso që e bën nga ignoranca, nuk e bën sepse ai e di atë, dhe nëse ai mendon se e di atë, është më shumë ignorant. Nga ana tjetër, një njeri i mirë nuk merret me fjalë, shikon punën e tij, dashuron të qenurit në punë, proceset e rritjes, proceset e dhimbjes, dhe i kupton ato, nuk përpiqet t'i ndryshojë, t'i shmang, i pranon dhe lejon jetën të ndodhë brenda tij me të dyja anët e medaljes që ajo ka. Pra një njeri i ndriçuar e pranon jetën dhe fillon të vallëzojë me ritmet e saj deri në fund të vallëzimit të tij për të kaluar në një dimension tjetër. Ky është njeriu i ndriçuar. Mirë, kalojmë te kemi dhe një koment. Liliana, shumë faleminderit për shpjegimin, bravo,
Faleminderit. Ishte një nga komentet e vogla që i dha kapakun kësaj liste të gjatë me komente dhe unë të falenderoj shumë. Këto ishin komentet, prapë sërish komente pozitive, ju falenderoj shumë dhe vërtet ndihem mirë për fjalët e juaja. Unë po kaloj dhe te videoja e fundit, gjarpri dhe lotusi, misteri i dy simboleve të kundërta dhe të njëjta. Këtu kemi 29 komente. Vazhdojmë, kemi Selena F06, bravo për gjithë informacionet. Faleminderit Selena, bravo që më ndjek edhe ti. Edhe ndonjëherë edhe pse s'më ndjek, bravo. Më troqi kemi Liliana Jano 7869, më troqi, shumë shpjegimi juaj Odise, shumë faleminderit edhe juve. Më bëhet qefi që ju më ndiqni, unë përpiqem të sjell informacione të ndryshme dhe pse jo, ta kuptojmë atë që ne apo unë studioj, apo unë bashkë me rrethin tim, me njerëzit që studiojnë ezoterizëm. Më falni. Përpiqemi të sjellim apo të ndajmë ide të ndryshme mbi këtë pikpamje. Po lexoj komentet e tjera, një sekond. Luisa, bravo të qoftë se deri dje gjarprin e jena e kena parë si hasëm, si armik, magjia e keqe, një informacion i vlefshëm për sa i përket simboleve, ndaj mendime ju, sepse edhe në librat fetar janë treguar indirekt në mënyrë simbolike figurative, duen punë dhe dituri për ta kuptuar mesazhin. Faleminderit Lucia, faleminderit për komentin, më bëhet qefi që dhe ti ke filluar të zgjohesh për këtë. Ilir BL8 OF, lotusi është një bimë që thot profeti Muhammed që të shëron nga magjia. Nuk kam informacion për këtë Ilir, ndoshta dhe është e mundur, por di që lotusi është një nga ato bimë që çelet në fund të lumit ose në fund të ujit, nga balta ngrihet lart gjatë ditës dhe çdo mbrëmje futet prapë poshtë dhe simboli i transformimit. Unë e shoh nga ana simbolike e tij, nuk e di këtë efektin që të shëron, por ka një mesazh shumë të fortë dhe thonë që lotusi blu ka efekte shumë të mira nëse e konsumojmë si çaj në jetën tonë. Shumë mirë shpjegon, të falenderoj shumë për komentin. Ebu Bekër 07, një info sa për të ditur tek familja me gjakun blu apo martesa e qiellit me tokën simbolizon shqiponjën me gjarprin. Gjarpri është gruaja, shqiponja me gjarprin. Përgjithmonë duhet të martohen bashkë sepse pa gjarprin apo gruan toka ngrin në akull dhe nuk ka gjelbërim dhe gjallëri. Këto janë simbolet më të lashta sepse vetëm shqiponja apo buri apo djalli ngrin toka, siç e thot i nderumi Caku. Faleminderit, është më së drejt, i duhen të dyja forcat tokës, të dyja këto energjisë, ajo mashkullore dhe femërore, por unë kam dalë në një konkluzion tjetër që femra nuk është burimi i jetës, por është mashkulli. Përse e them këtë? Shumë shkurt, duke bërë një shembull të thjeshtë që nëse një mashkull shkon në një fshat me 100 femra, për një vit ai do prodhoj 100 fëmijë.
Dhe nëse një femër shkon në një fshat me 100 meshkuj për një vit, ajo do prodhoj një fëmijë. Pra, burimi i jetës është mashkulli, burimi i energjisë është mashkulli, por vlera e femrës është e pakrahasueshme me atë të burimit të mashkullit. Pse e them këtë? Sepse është e njëjta energji në kaje të kundërta. Mashkulli është burimi i jetës, por pa femrën nuk manifestojnë gjërat. Femra është manifestuesja e burimit të jetës. Dhe të dyja janë po e njëjta energji, po me kaje të kundërta. Kjo është ajo që unë kam kuptuar. Të përshëndes. E 43:1. Unë e kam zbërthyer Biblën. Kjo po më abit pak, se kam dëgjuar asnjëherë, por po e lexoj. E kam kuptuar shkakun filozofik të krijimit. Lexo Romakët 7 për këtë. Nuk i kam lexuar, do t'i lexoj. Gjarpri tek Adami dhe Eva simbolizon pjesën racionale të njeriut apo asaj që ne i themi logjika. Shumë interesante. Adami dhe Eva janë pjesë shpirtërore e njeriut që është shpirti mashkull dhe shpirti femër, spirito, anima ose dielli e tokë. Gjarpri, pret është mendimi që preu apo ndau botën, menda. Lexo Petrozhein, më mirë se sa lloj të tjerë. Ezoterizmi. Petrozhei është një mendje dritur, ishte më saktë. Ma kanë sugjeruar të libër, do ta shfletoj, më pëlqen mënyrën se si ti po e trajton në koment, dua ta vazhdoj ta lexoj komentin. Pra, bota është rezultat i mendimit mitik. Kjo tregon që Adam, Evë dhe gjarpër nuk janë qenie të vërteta, por janë trinia brenda nesh. Pra, në Zanafil, Zoti, mendimi, gjarpri, i flet vetvetes, pra pjesës shpirtërore të tij që të hante mollën për të hante vetveten. Ke dëgjuar për brejën ose britjen e ndërgjegjes? Ky moment është në Bibël në Zanafil. Pra, ndërgjegja e bërë mendim, ha vetveten dhe sjell këtë botë iluzion. Tek Kantiku i kantikeve e ke këtë kur Zoti thot, nuk ka asgjë të re nën diell. Pra, gjarpi biblik nuk është vetëm simboli i logjikës njerëzore, e cila, siç e dim, njëherë është dije, njëherë djall. Ti je pjesërisht i saktë. DDE 431, të falenderoj shumë për komentin tënd. Ka një pikpamje shumë të bukur alegorike, më pëlqen mënyra se si ti e trajton. Unë nuk kam dashur ta trajtoj kaq thellë në një emision që besoj që jo të gjithë janë gati të dëgjonin këto gjërat që ti ke shkruar. Janë të mira nga pikpamja jote, por edhe imja unë i përkrah. Teksa janë mashkulli dhe femra, siç njihen dy energjit anima dhe animus, janë dy ato burime energjie të cilat ndërveprojnë me njëra tjetrën. Eva dhe Adami do tregoj që brenda mashkullit ndodhet një Evë dhe brenda Evës ndodhet një Adam. Gjarpri zakonisht me qëse të hyre kësaj rrugës alegorike, më lejo të them edhe dy gjëra të tjera, që gjarpri simbolizon kanali sushumna, që ndodhet që nga sistemi lumbar i shtyllës kurrizore që vazhdon deri tek maja e shtyllës kurrizore, që është ruaza C1, e cila është në mitologjinë greke, e cila simbolizon Atlasin teksa mban një botë mbi kokë, e cila është Kafka jote ose Grali i shenjtë ndryshe, por nuk po e vazhdojmë me këtë pjesë sepse nuk kanë të mbaruar këto gjëra dhe ne të dy mund të flasim gjatë gjithë kohës pa fund për këtë pjesë. Megjithatë, unë të falenderoj shumë për zbërthimin që ke bërë. Petrozhei është ishte një nga njerëzit më mendje ndritur. Unë kam kërkuar një libër të tij, nuk e kam gjetur këtu në Shqipëri, drejt me thënë, nuk ka botim, më kanë thënë.
për algoritmi simbolik që është një libër vërtet i mirë që mund të jap një pikpamje të mirë nga mënyra se si ai e shihte universin dhe mënyra se si ti i shpreh këto analiza në mendim është një gjë që më bëri të reflektoj edhe për këtë anën tënde që janë edhe pjesa racionale dhe pjesa intuitive, që janë dy hemisferat e trurit të njeriut, ku hemisfera e djathtë kontrollon trupin ton të majt dhe hemisfera e majt kontrollon trupin ton të djathtë. Më pëlqen dhe të vlerësoj shumë, të ftoj të më ndjekësh në faqen time Ezoterizëm në Instagram, pse jo të ndajmë edhe mendime të tjera nëse dhe ti ke dëshirë të ndajmë ato. Unë i ftoj të gjithë njerëzit ta bëjnë këtë që vërtet duan të bashkëbisedojnë ose të kemi një pikpamje ndryshe për të sjellë më mirë pikpamjet tona mbi atë që ne mendojmë se është e vërteta ose jemi më afër saj. Të përshëndes, nuk ta di emrin për fatin e keq sepse nuk e ke të shkruar këtu. Mirë, vazhdojmë. Bledar Dollani, Gjarpi ka qenë thjesht një kafshë pa energji. Unë nuk e di këtë bledar, për aq kohë sa gjërat lëvizin besoj se kanë energji brenda vetes së tyre. Gjithsesi, të falenderoj për komentin dhe pikpamjen tënde. Elton Metaj, shumë info do me thënë se shumë faleminderit dhe unë të përshëndes. Denis Tahiri, ndoshta Gjarpri më përpara ka qenë humanoid, mbase është akoma. Denis, unë nuk e kam gjetur këtë pyetje se si ka qenë Gjarpri para se të mallkonte Zoti që ai te zvar, jam duke kërkuar, por besohet që ka pasur këmbë dhe ka qenë në një formë tjetër dhe pastaj ka shkuar në atë formë. Ose një nga gjërat e tjera që unë dyshoja se ka qenë gjithmonë ashtu, por mënyra se çfarë është thënë atje është se ai ka zbritur ga drita në errësirë dhe është i detyruar të qëndrojë atje për shkak të gabimeve që bëri. Duri Mata, për shemb, ju e keni bardhëzinë okult. Nuk e kuptoj komentin, prap të falenderoj. Perla Kozmike 432, përshëndetje Odise, e ndjek rregullisht emisionin tuaj duke përfshirë dhe rubrikat e tjera. Më në fund e mësova dhe emrin tuaj. Faleminderit. Emrin tim mund ta gjej kollaj në shumë kollaj. Tek faqja Ezoterizëm, unë aty e kam të shënuar emrin madje. Megjithatë, të falenderoj për këtë që ti e ke mësuar dhe emrin tim dhe komentin tënd që po e lexoj tani, më në fund mësova dhe emrin tuaj, je vërtet shumë i përgatitur dhe shumë i edukuar. Faleminderit për fjalët e mira. Të falenderoj shumë që na jep dhe ne këtë informacion kaq të domosdoshëm për kohët që po kalon njerëzimi. Këto nuk janë asgjë më shumë Perla, për të vetmen arsye sepse mua më është dashur të udhëtoj pas në kohë për të sjellë këto gjërat këtu sot. Pra, është filozofi e thjeshtë, nëse dhe ti do të kesh mendime të reja, lexo gjëra të vjetra. Të lutem, a mund të bësh edhe një rubrikë të veçantë për jetën pas vdekjes dhe për karmën? Faleminderit. Po do ta kemi në episodet e radhës ku unë do të trajtoj pjesë të botës së përtejme, por kur t'i vi koha, nuk ta jap dot fjalën sepse kam edhe disa të ftuar që po presin të vinë tani këto kohët e fundit. Fit Life Well. Shumë teme bukur vlla im, suksese. Të përshëndes dhe unë. Shumë faleminderit për komentin, nuk e di kush je që më quan vlla im, por megjithatë një fjalë e bukur është gjithmonë e bukur, edhe zemrës po ta kesh vënë re, jo vetëm ty, por të gjithëve, i pëlqen të dëgjoj fjalë të mira, vlla im, miku im, shoqja ime, të uroj një ditë të mirë, një natë të bukur, një ushqim të këndshëm, ose fundjavë të mirë me familjen tënde, ose paqe shpirtërore që është shpreha ime, që e përdor pothuaj për të gjithë, sepse është e vetmja gjë që neve na nevojitet mendoj.
të kemi paqe në shpirt. Të falenderoj. Sajmiri, përshëndetje, si gjithmonë temat janë njëra më e bukur se tjetra dhe vërtet interesante. Të uroj shëndet, paqe dhe sukses. Presim emisionin radhës. Falenderoj Sajmir për çdo kohë që ti ndan dhe më ndjek. Të uroj të mira dhe shëndet të kesh dhe ti dhe familja jote dhe çdo gjë që ti ke afër vetes tënde të jetë mirë. Pranvera Veteriku. O fëlëmera e parë që po të dëgjoj. E desha një shpjegim me këto gjëra simboli ke dhe pse i kam dëgjuar shumë në gjuhë italiane ose angleze, por kisha dëshirë në gjuhën shqip, edhe sa shumë gjëra i kam kuptu vetë, pa i ditur asnjë informacion nga eksperiencat e mia. Patjetër, të falenderoj shumë për informacionet që ti ke dhënë këtu, si për shembull kam kuptuar gjërat nga eksperienca ime. Kjo tregon që kjo gjë na ndodh të gjithëve, zakonisht njerëzit mësojnë në dy rrugë, duke u vjetëruar në konceptin duke kaluar kohë mbi tokë dhe duke u shoqëruar me njerëz më të mirë ose duke lexuar ose nga gabimet tona. Pra, kemi dy rruga të teorisë dhe praktikës, varet se si ne reagojmë për të mësuar më shpejt ose t'jalem jetës që ne të na përplasi her pas here, shkëmb më shkëmb, edhe të mësojmë nga pak. Me siguri, unë kam kuptuar që jeta nuk më mjafton ti kuptoj apo të mësoj shumë gjëra dhe për këtë arsye unë kam filluar të lexoj shumë libra. Kush është ndryshimi i kësaj që unë bëj me një person që nuk lexon? Një person që nuk lexon jeton vetëm një jetë atë të tijën, ndërsa unë jetoj jetët e 10.000 njerëzve që kanë shkruar libra dhe nga jetët e tyre kam mësuar se nuk po bëj asgjë të re me jetën time. Thjesht përsërit cikle të kohës, të jetës në kohë të ndryshme. Të falenderoj shumë. Irena Polena 5931, kur Mojsiu ngriti gjarprin në skretë të tir, urdhëroi popullin të shikonte gjarprin me qëllim që të shpëtohej dhe kush e pa u shpëtua me të vërtet për shkak të besimit. Për shkak të besimit, pra veprimi me besim të shpëton dhe jo gjarpri. Pikpamje e bukur Irena, ke shumë të drejtë, gjarpri nuk të shpëton gjarpri, por unë nuk po flas për atë gjarprin që doli te shkopi, po flas për një lloj gjarpri tjetër i cili i takon një versioni tjetër që ndodhet në dimensionin e 4. Irena dhe ndodhet dhe brenda treje dhe quhet gjarpri Kundalin. Lexo se ndoshta i shkon pak më afër atij gjarprit që unë po isha duke treguar në këtë pjesë emisioni dhe kupton pak. Atë çfarë unë doja të them, nëse ti nuk e kupton, nuk ka fare problem dhe pikpamja jote qëndron dhe unë e vlerësoj. Roxy Beat M5Y. Ju shqiptarët i zbërtheni mirë këto gjëra. Faleminderit Roxy. Nuk e di se çfarë kam zbërthyer unë thjesht kam shpjeguar gjërat që kam mësuar, megjithatë më pëlqen që ti më ke komentuar. Vazhdon Roxy ik o debil. Faleminderit Roxy për komentin tënd. Unë e vlerësoj, por do të doja dhe më shumë arsye pse më quajte debil. Megjithatë, prapë është okay. Ju i keni parë me sytë e tu. Jo, Roxy, unë nuk i kam parë me sytë e mi, unë këto i kam studiuar, i kam lexuar nga shumë gjëra të tjera dhe para se ne të flasim për një gjë që nuk e kemi mundësinë ta faktojmë, ajo quhet besim. Unë i besoj këto, sepse ka një metodë se si ne të perceptojmë gjërat pa i faktuar ato. Për shembull, frikën ti nuk e fakton dot se s'ke ndonjë aparatur që ta faktosh frikën, por megjithatë e ndjen apo jo kur të kap frika, ose kur të kap ankthi. Nuk mund të themi se ankthi nuk ekziston në jetën tonë, pavarësisht se ti nuk e shikon dot. Ose për shembull ekonominë në qytet, a e shikon dot ti? Jo, nuk e shikon dot, por s'do të thotë se ekonomia nuk ekziston.
Megjithatë, pas ke komentuar prap, po e lexoj, do të dali edhe syri i tretë çakra. Pas ke parë shumë Naruto. Unë nuk e di kush është Naruto, do kërkoj për këtë, ndoshta është ndonjë personazh i filmave të animuar ose ndonjë kukull që ty të ka trequr, më bëhet qefi që edhe ti e ke parë, se përderisa po e komenton besoj që e nje, ndoshta mund të jetë interesant, do ta shoh. Por më vjen mirë që ke bërë 4 komente edhe ti qesh. Më vjen mirë që ti qesh, kjo të bën të ndihesh më mirë me veten tënde, ose më keq këtë nuk e di, por e di që ti po qesh dhe qëllimi është të qeshësh dhe tashmë po e merr. Më vjen shumë mirë që ke komentuar dhe më ndjek, edhe po më ndjek për inat ose për të më urryer prap. Kjo është brenda teje dhe jo për mua, dhe për mua është prap okej, dhe unë uroj që të më ndjekësh, të më shah sa herë ti të duash, sepse kjo të bën më mirë ty, dhe mua nuk më dëmton as pak kur ti më shah, sepse unë nuk dua të shaj. Unë nuk kam asgjë me ty të keqe të shaj. Unë nuk të njoh, dhe edhe sikur të njihja, s'kam arsye pse të shaj, sepse në fundit ti nuk më ke bërë asgjë të keqe mua. Po besoj se dhe unë s'të kam bërë asgjë të keqe që të më shash. Megjithatë, ti bëj më të mirën që është për zemrën tënde. Të përshëndes. Gentian Marenaj, ndjes. Nga vjen ti me, qa thua perëndi greke o koqe? Gentian, faleminderit për komentin. Nuk e di pse më ofendove, ndoshta më ke menduar se unë jam duke folur për diçka kundra besimeve të tua brenda. Nuk ka problem, unë e vlerësoj përgjigjen tënde. Se cila gjë që unë flas nuk ka lidhje me pjesën greke apo maqedonase, atë e mora nga mitologjia greke që kam përmendur atje. Megjithatë, nuk kam çfarë të përgjigje të tja për këtë koment, sepse është pa lidhje me emisionin. Megjithatë, të falenderoj shumë për fjalët, sidomos për fjalën e fundit, sepse tregon shumë gjëra për ne të dy. Të përshëndes. Qëse gjarpri kemi hermetizm quotes. Qëse gjarpri nuk ka mundur të hyjë në pronën tonë në mënyrë të zakonshme, normale, duhet ta paralajmërojmë para mbytjes. Është më sigurt se mund të jetë më shumë se gjarpër. Të besova kur the se jemi kafsh me dy këmbë. Edhe unë e bëj këtë Kundalini yoga, përveç me një teknikë hebraike, është shumë më e avancuar, quhet middle pillar. Kam dëgjuar për të teknikë teksa ri ulur dhe përqendrohesh për energjinë, është një metodë shumë e mirë. Unë nuk e praktikoj praktikisht apo dhe në pjesët e mia të ezoterizmit këtë. Është në traditat mistike të kabalës, rrjedh nga ashtu si ti e ke thënë, ebraikja. Është e mirë, aty ku ti gjen veten mund të ecësh përpara, mund të improvizosh me energjit ose mund të luash me to për të marrë një ndjenjë më të mirë për veten tënde. Për aq kohë sa ti nuk dëmton asgjë për rrethit tënd, ti jashtëm, çdo gjë që ti bën me veten tënde pa e dëmtuar dhe ti veten tënde, është shumë e mirë. Nëse ti nuk dëmton veten tënde dhe rrethin që shoqëror që ti ke ose familjen. Çdo gjë që nuk dëmton jetën e askujt tjetër dhe as tënden është e mirë, nëse ty të bën të ndihesh mirë. Por jo kur cënohet pjesa tjetër e njerëzve. Kjo teknik zakonisht është pak hermetike,
kërkon një dhomë të qetë, kërkon pak dritë, zakonisht mund të përdorësh edhe qirinj, por është edhe një metodë që pas kësaj mund të bëhet dhe metoda me pasqyrën e zezë, e cila njihet si nga ritualet më të mira, por edhe më të rrezikshme. Pasqyra e zezë, rituali i pasqyrës së zezë, mund të merrni informacione keni sa të doni në internet, por është një ritual shumë i mirë për të marrë më shumë informacion nga kasha, nëse ti ke potencial të fortë mental për ta përballuar energjinë që të vjen, dhe jo ta bësh kështu random ose gjatë gjithë kohës ose ta provosh për kurreshtje, sepse mund të kesh probleme të psikikës pastaj. Të përshëndes dhe të uroj të mira, gëzohem që je futur kësaj rruge, me siguri ke kuptuar shumë gjëra për veten tënde dhe botën që të rrethon, dhe vetëm që po e mendoj këtë fakt më mjafton dhe të falenderoj që ke kaluar kohën këtu, edhe ato gjërat që ti ndjen brenda vetes tënde, her pas here i kam të konceptueshme në kokën time për të ditur se ku vibron. Punë e mirë. Rej Kristi, shumë i detajuar dhe efikas në çdo aspekt, respekte për punën tënde të palodhur dhe mënyrën se si i përcjell mesazhin. Leri këta analistët që dalin dhe të thonë qofse je dhe jo i sakt, je i pari në stilin tënd, suksese për mëtej. Rej Kristi, shumë faleminderit për komentin tënd pozitiv. Unë kam përdor një metodë që është shumë më efikase brenda vetes që gjithsecili nëse e përdor këtë. Metoda është stoike, unë nuk pres gëzimin dhe nuk pres i dhërimin, që do të thotë nuk ndikohem nga këto të dyja. Nëse një koment është pozitiv, mua nuk më ngrihet dëshira dhe të ndihem brenda vetes mirë, por edhe nëse është negativ, mua nuk më bie dëshira dhe të ndihem me inat brenda vetes time ose të hurej apo të krijoj inat për personin në fjalë që i bën komentet. Përkundrazi, unë e kam kuptuar këtë gjë që ne reagojmë ku janë pikat tona të dobta dhe reagojmë gjithashtu ku janë pikat tona që na takohen mendimet. Është krejt normale nëse një ditë të bukur, po e zë si shembull këtë, ne ngrihemi dhe papritur fitojmë një llotari, më beso bota jashtë duket shumë e bukur. Por në momentin që ne në një moment i humbim gjërat që kemi, ose humbim shumë të mëdha parash, ose zihemi me personin tonë të dashur, më besoj që bota përreth duket shumë e tristuar. Por nuk është ajo bota. Ajo është mënyra se si e perceptojmë ne realitetin. Bota është njësoj, nuk ka as të mirën as të keqen. I ka të dyja njëkohësisht, edhe pse nuk janë ashtu si ne i konceptojmë. Megjithatë, këto janë metoda filozofike, mënyrën se si unë e perceptoj pjesën e jetës dhe realitetin, por mbi këtë aspekt që më the me fjalë të mira, unë të vlerësoj shumë. Qëllimi është të sjell sa më shumë informacione. Më the se je i pari në stilin tënd, nuk jam i pari në stilin tim, ka dhe shumë të tjerë që në eshtje bëjmë progres dhe unë për fatin e mirë shumicën e tyre që vibrojnë në ezoterizëm i njoh, flas, sepse është gjithmonë parimi i mentalizmit që do të thotë i ngjashmi tërheqët e ngjashmin, ne dhe i polaritetit ku dy pole zakonisht do takojnë me njëri tjetrin, qofshin ata në frekuencë të ndryshme, qofshin ata në pole të ndryshme por me frekuencë të njëjtë, dhe kjo është krejt normale. Unë nuk më duhet gjë që ta faktoj këtë. Unë e di, dhe për aq kohë sa unë këtë gjë e di, të gjithë kanë të drejtë në kokat e tyre për të vetmen arsye.
ata kuptojnë aq sa kokat e tyre i lejojnë të kuptojnë. Dhe në bazë të atij koncepti ne gjykojmë sa më poshtë jetë kuptimi, aq më i lartë është gjykimi, sa më lart jetë kuptimi, aq më i vogël është gjykimi. Shumë faleminderit për të gjithë komentet e juaja, ju përshëndes, kjo ishte një formë bashkëbisedimi ku unë dhash mendimet e mia, lexova mendimet e juaja, i komentova ato, ju dhash përgjigje dhe ju ftoj në komentet në vijim të emisioneve të tjera që do të kemi, ku do të flasim për tema të ndryshme dhe do të prekim tema shumë interesante nga ana e psikologjisë, nga ana e psikikës, nga ana e ezoterizmit, shpirtërores, botës së përtejme, dhe kur nuk do të flasim për motivim, për një ndjenjë gënjeshtrimi që i ndodh procesit fiziologjik të njeriut për shkak të fjalëve të bukura që thon këta njerëzit që të motivojnë dhe pastaj ti kthehesh në origjinë. Në ezoterizëm është vetëm një gjë, nëse futesh nuk ka kthim mbrapsht dhe çdo gjë që ti mëson është e pamundur ta fshish nga koka. Që kështu ti nuk do të jesh kurrë më i njëjti. Ju përshëndes dhe ju uroj të mira miq, do shihemi në emisionin tjetër dhe me një temë shumë interesante por surprizë. Mirupafshim.